A pion ndihmon ai sen? S'ka nevojë. Se as pyshon fare. S'ka nevojë. Unë ju ndihmoj atyne. A ti pion ndihmon, a? Unë ju ndihmoj. Sa shumë që pi dërgon Po aty. sot ka mundësinë e dhuratë. Çka i cila është shumë më e madhe që ja ke? Tash akum çu për ditëlindje 150 euro. 150 euro djalit. Për ditëlindje. Çish po të shkon me reja? Mirë. Apo të respektojnë? Faleminderit. A ju ka rënë herë me pas ndaj problem? Unë vetë jam i mirë, tani ja të bëhen të mira. E na herë na i keq kuptim, diçka që s'jeni marrë vesh, a keni pas? Shpipa të loshe s'ka. Jo, nuk ka shpipa të loshe. Jemi për emisionit 05. Të jesh më mirë i pasur apo i lumtur? Si thënie? Të jesh më mirë i pasur apo i lumtur? I lumtur. Çfarë puni e kështë e bu nëse ishte kthyer një herë me koni i ri? Çfarë kështë e bu? S'ka mundësi. Sa? S'ka mundësi me u kthy po e ri. Po nëse ishe kthy, atë ka me na sa pik një që nuk e mujt hala me realizu. Kur gjaq. Se kina jo ndër diçka? Ondër kam veç mirat u thmin. A i ki, sa fmi i ki? I kam 6. 6 fmi, qika djem? 4 djem 2 qika. A si ki të martum hala? Kreti ku martu veç edhe një matë vogën e kam pa martu. Kreti ki martu. Qysh po të shkon me reja? Qysh po të shkon me reja? Mirë. Apo të respektojnë? Faleminderit. A ju ka rënë herë me pas ndaj problem? Unë vetë jam i mirë, tani ja të bëhen të mira. E na herë na i keq kuptim, diçka që s'jeni marrë vesh, a keni pas? Shpipa të loshe s'ka. Jo, nuk ka shpipa të loshe. A e ka gjetë hala djale? Jo, se nuk e kam këto. Nuk është to, a jeton në Austria? Po vjen shpesh ai? Jo, për momentën është të punu, a jeton veç me nënën e vetë dhe me vllahën e vetë. Atje. Apo vjen shpesh to? Në vjetë njëherë. A pion ndihmon ai sen? S'ka nevojë. Se as pyshon fare. S'ka nevojë. Unë ju ndihmoj atyne. A ti pion ndihmon, a? Unë ju ndihmoj. Sa shumë që pi dërgon Po aty. sot ka mundësinë e dhuratë. Çka i cila është shumë më e madhe që ja ke? Tash akum çu për ditëlindje 150 euro. 150 euro djalit. Për ditëlindje. Shëbrite? Mirë. E aja të po të ndihmon a herë? Për qef? Heqas për qef, aj pësa? Po t'i pi ndihmon? Punoj vetëm, i kam 3 djem të tjerë, s'ka nevojë. E qa me jërën djam këto? Me djallin e vogël, mirëna me ndërtimtari, njënën e kam politikan, tjetëja është agjysator. Politikan, kush është politikan? Qazim Ramoni. Super, pas keni me pa edhe atë. Që shumë djetë kur ju tha që uhi më punë tres politikan? Njëherë për momentën në të shpija, derisa të formuemi të qeverit, tani ta shumë. Ani super, inshallah, veç e jetë së mbarë. Faleminderit shumë. Ajde, kalu shimir, faleminderit.